Më lejoni që fillimisht falenderoj drejtoren, doktoreshën Merita Hashani dhe Ministrin e Shëndetësisë, Arben Vitia, si dhe operatorën ekonomik, të cilët kanë punuar mbar mirë e shpejt dhe na bën sot dëshmitar të këtij transformimi të Institutit të Anatomisë Patologjike. 650.000 euro është shumë e gjithëmbarshme e këtij investimi për renovimin e plot të katit të parë të instituteve paraklinike në një sipërfaqe të gjithëmbarshme prej afër 1000 metra katror apo saktësisht 976 metra katror. Transformimi është rrënjësor, me qrastje në ruajtur vetëm muret mbajtëse dhe pllakat e meskatit, ndërsa të gjitha hapësirat tjera janë rindërtuar dhe janë pajisur nga e para. Në kuadër të këtij projekti janë zgjeruar dhe pajisur me inventar bashkëkohor 2 laboratore, laboratori imunohistokimisë dhe laboratori patologjisë molekulare. Pastaj janë riorganizuar dhomat e patologëve për më shumë specialistë, si dhe janë funksionalizuar hapësirat përcjellëse për punën e përditshme. Njëkohësisht janë rregulluar edhe hapësirat për marrjen e mostrave, sporteli në korridor, dhoma e rojes, si dhe janë rinovuar sallat e studentëve dhe zyrat e profesorëve të patologjisë. Transformimi klinik pas klinike, institut pas instituti do të vazhdoj deri në ndryshimin rrënjësor e cilësor të shëndetit e të shëndetësisë sonë publike. Në fund falenderoj edhe gjithë stafin, të cilët punojnë pa pushim këtu dhe angazhohen që shëndetësia publike në Kosovë dhe pacientët të marrin trajtimin e duhur e të merituar. E tash para jush do t'ju drejtohet drejtoria doktoresha Merita Hashani, më pastaj edhe ministri Arben Vitia. Zoti Kurti, kur do të intervenonin në kombin e Berzymerit? Lutem vetëm pak se një herë doktoresha ka fjalë. Atëherë, faleminderit për vizitën dhe për praninë e juaj. Sot është një ditë e veçantë për neve, për shkak se për herë të parë pas ndërtimit ky institut, kati i parë i këtij instituti me një pamje krejtësisht tjetër përmes transformimit rrënjësor, i cili është arritur përmes mbështetjes institucionale dhe përmes menaxhmentit të SHSKUK-s. Ky transformim ka kriju kushte të reja të punës, duke rritur kështu cilësinë e shërbimeve shëndetësore në Institutin e Patologjisë dhe në këtë mënyrë ky investim do të ndihmojë dhe do të ndikojë direkt në mirëqenien e qytetarëve. Instituti i Anatomisë Patologjike është institut referent në nivel të Kosovës. Këtu pranohen mostrat nga QKK-ja dhe nga pothuajse të gjitha spitalet rajonale. Në këtë institut kryen biopsit, citologjit dhe autopsit për gjitha këto nivele, ndërsa numri teknikave të cilat i përdorim janë teknika të avancuara dhe do të shkojmë tutje edhe në avancimin e teknikave, synimi jon është edhe në avancimin e teknikave më moderne, duke ju falenderuar shkencës dhe teknologjisë. Pra do të shkojmë tutje që të rrisim gamën e shërbimeve, duke filluar fillimisht me shërbimin e nefropatologjisë, e cilën insistojmë dhe synojmë ta hapim së shpejti si shërbim, e pastaj edhe shërbimin e patologjisë molekulare dhe shërbimet e tjera të cilat janë të nevojshme për pacientën tonë, duke ndikuar kështu në rritjen e shërbimeve shëndetësore në institucionet shëndetësore. Faleminderit shumë. Atëherë jam shumë i lumtur që sot erdhëm dhe pam punën që është kryer në Institutin e Patologjisë, një institut me rëndësi të jashtëzakonshme, sepse puna në këtë institut tregon edhe për klinicistët, sidomos për klinikën e onkologjisë, shumë në mënyrë që pacientët të trajtohen në mënyrën më të mirë dhe më të shpejtë të mundshme. Ashtu siç tha edhe drejtoresha, jemi duke punuar që sa më shpejt aktivizohet edhe patologjia molekulare në mënyrë që të na ndihmojë për pacientët onkologjik edhe me terapi target terapi, në mënyrë që pacientët edhe të marrin terapinë më të mirë, po edhe mos shpenzohet për pacientët të cilët terapia mund edhe mos të ketë efekt. Në anën tjetër, ky vit do të jetë vit i diagnostikës, do të investohet në gjitha laboratoret pa dallim,
duke filluar me teknologji të re, me digitalizim të laboratorëve dhe natyrisht kjo është një ndihmë jashtëzakonisht e madhe për të gjithë klinicistët e sidomos për pacientët të cilët do të kenë mundësi që të diagnostikohen në mënyrë të saktë, në mënyrë që trajtimi pastaj të ketë sukses. E falenderoj sinqerisht drejtoreshën për krejt angazhimin në këtë punë, bashkë me krejt menaxhmentin në SHKUK e sidomos stafin e palodhur të Institutit të Anatomisë Patologjike, të cilët me përkushtim kryen të gjitha punët të cilat vijen mostrat nga secila klinik në SHKUK, por jo vetëm. Runë që në pomjen. Edhe tash presim që ti zhvendosim palisit dhe të rëndë. Ky është shërbim që ekziston, por që në kapacitetet do të rritëm, do të që të rritëm kapacitetet e kësaj e këtij laboratorës në pregjes punës në vendet ku imi zhvendos nuk kemi në pas palisit në këtë hapësirë. Tani ku është bën investim jashtëzakonshëm i madh dhe atëherë me drejtoreshën kur pati fol tha investimi këtu bë mirë, po kushtet e punës në i kemi jashtëzakonisht keq. Nga pat rekorde ka bë bashkë me SHKUK-n një plan të veprimit dhe rezultati është sot që relativisht shkurt kemi arritur me për Ambiente postra, rregulluara në mënyrë moderne, me pajisje të Ushtrimit që janë kuadër të patologjisë, për shkak se institutet e veçantë edukative arsimore kështu që për shkak të veçantisë që ka vetë profili patologjik, kërkon hapësirë, pak në numër më të vogël, edhe kushte më të mira të punës, edhe kërkon koncentrik. Prandaj hapësirat janë kështu më të veçuara dhe në numër më të vogël.